Partia Demokratike ka nisur sërish sulmet kundër SPAK-ut për hetimet që ka filluar për kontratën e lobimit $6 milion të Sali Berishës për heqjen e non-gratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëvendësi i fushatës së PD-s Andi Mustafaraj, ftuar në televizionin e familjes Berisha, thotë se SPAK po përfshihet në fushat nga që po jeton nga vijim parat për lobimin e Berishës. Ai thotë se lobimi për Berishën është përpjekje për të thyer rrethimin ndërkombëtar. Ka shumë kohë që ne kërkojmë që PD duhet të thyej rrethimin ndërkombëtar të saj. E kemi thënë këtë kudo ku kemi pasur mundësi. Majoranca ka krijuar një rreth, një qark në të cilin ka futur opozitën shqiptare dhe u bë një kohë e gjatë që PD e ka thyer këtë rrethim. Ne e kemi kërkuar dhe ja kemi arritur me rezolutat e CDU-s. Qëndrimet e Parlamentit Evropian me vajtjen e zotit Berisha në Berlin, me shkuarjen edhe në Valencia ditën e nesërme, pra është pjesë e një strategjie të plotë, të gjerë të PD-s që unë e kam quajtur çkompleksimi dhe dalja nga naiviteti që partnerët ndërkombëtar do të marrin vendimet e duhura thjesht sepse janë të duhura. Fatkeqësisht realiteti politik, gjeopolitik, por edhe lobimi që ka bërë Partia Socialiste nëpërmjet Fondacionit Soros dhe miqve të tjerë të saj ka bërë që të huajt na kanë parë gjithmonë në një pasqyrë të thyer dhe nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kanë ditur realitetin shqiptar. Kështu që ne jemi në vazhdon logjike të një strategjie me një intensitet në rritje të përhapjes së mesazhit Partisë Demokratike dhe të njohjes së realitetit shqiptar nëpër botë. Neve këtu për sa i përket Shqipërisë në mesazhet politike, kemi disa gjëra që i dimë, disa gjëra që janë të reja. Ato që i dimë që propaganda e PS-s është gati të bëjë çdo gjë për kundër nesh. Ka tentuar të na azgjësojë, të na zhduk, këtë e dimë, nuk ka asgjë të re këtu. Që SPAK-u në rastin konkret siç kanë qenë raste të tjera, nuk kanë ndërgjigjen profesionale të pasojave të veprimtarisë së tij, sepse unë do të thoja që SPAK-u nuk është organ politik, është organ i drejtësisë, por pasojat e vendimeve të saj janë plotësisht politike. Ne këtë e dim. Pra SPAK nëse donte ta hetonte kontratën e lobimit, mund të priste 2 javë që të mos ndërhynte drejt për drejt në fushatën elektorale shqiptare, sepse krijon pasoja mbi demokracinë që ndoshta mund të jenë të parekuperueshme. Në rastin tonë ne i te i kalojmë, sepse kemi treguar se i te i kalojmë. Por nuk mbajti askush përgjegjësi për 333 ditët e paraburgimit të zotit Berisha, që gjymtuan opozitën dhe demokracinë shqiptare. Nuk pati asnjë përgjegjës ndaj kësaj. Këto gjëra nuk janë të reja dhe ne e dinim që do t'i bënim ballë një betejë shumë të vështirë dhe në këtë drejtim unë nuk kam surpriza. Ajo që është surprizuese për qeverinë që duhet thënë është që ne kemi dalë nga ky kompleks i inferioritetit që kemi pasur. Shërtima e PD-s sot është oshëtim që ata i verbon, që ata i shurdhon dhe kanë arritur në këtë pikë që ndihet frika e tyre. Dhe thirrja ime këtu është për të gjithë demokratët dhe të gjithë qytetarët që na dëgjojnë është të vazhdojnë fushatën elektorale dhe mos të shpërqendrohen, sepse kjo tregon se fushata jonë elektorale është ajo e dura. Kundërshtari kërkon të na çojë gjithmonë për poshtë, që të trajtojmë çështje që nuk duhen trajtuar as në fushata elektorale, por as në biseda kafenesh të përçmimit të uljes së qytetarëve. Neve kemi qëndruar tek programi, ne kemi qëndruar tek kandidati ynë për kryeministër, ne kemi qëndruar tek kandidatët tanë për deputet. Këtë duhet të bëjmë, nuk duhet të shpërqendrohemi nga fushata elektorale. Edhe kjo është pjesa më thelbësore dhe kjo tregon se është rruga e duhur. Kjo tregon se ne jemi gjithmonë e mo pranë fitores më 11 maj, thot ai.